Partia Demokratike, duke falendëruar qytetarët që kanë votuar sot, pavarësisht presioneve të pafundme të patronazhistëve të Edi Ramës, ju bën thirrje të gjithë atyre që nuk kanë votuar ende të dalin për të shprehur vullnetin e tyre të lirë. Ne kërkojmë që çdo votë e mundur për ndryshimin dhe kundër stagnacionit 12 vjeçar të hidhet në kutinë e votimit. Ne falenderojmë vëzhguesit, votuesit dhe komisionerët e opozitës që kanë mbajtur sot të gjallë demokracinë në kushte krejtësisht të pabarabarta. Të gjithë ndërhyrësve, manipuluesve, kërcënuesve, hajdutëve elektoral u bëj me dije se jeni të listuar me pamje, emër dhe rekorde si terrorist elektoral. Me besim të fetore dhe ndryshimin e kemi vetëm një mesazh: votoni, votoni, votoni. Ju faleminderit.